Dua që t'ju informoj edhe ju, edhe pse jeni informuar publikisht, se ju keni një problem shumë madh. Ju merrni kompetenca që si keni. Ne vim me i propozim, del zotro dhe thua, keni sjell një projekt ligj antikushtetues. Kush je ti që e thua që ky projekt ligj që kemi sjellën është antikushtetues? Kush je ti? Ti shpreu me votë, zotri. Ti shpreu me votë. Sa për nismat tona, as të kemi marrë në herë dorë, as nuk të marrim në herë fare në refene, ne do të vazhdojmë nismën tonë. Është një nismë e cila garanton parimin themelor të ndarjes së pushteteve në një republikë të jetë pastër parlamentare. Është e papranueshme përpjekja e një pushteti për të pezulluar një pushtet tjetër. Dhe ky është një për elementve thelbësor në ndarjen e pushteteve. Dhe ne kemi thënë shumë qartë që qoftë presidenti i Republikës, qoftë avokati i popullit, antarët e Këshillit të Ministrave, antarët e gjykatës kushtetuese, kryetari i kontrollit lart të shtetit nuk mund pezullohen. Ndërsa këtu duhet ta themi shumë qartë. Është kjo majorancë, është kjo parti politike e cila ka vazhduar dhe ka të njëjtin qëndrim për çështjet që lidhen me drejtësinë. Dhe për t'ju dhënë një shembull të diferencës shumë të madhe mes nesh edhe jush. Imagjinoni sikur ngjarja e ndodhur ndaj familjarëve të një deputetje të Partisë Demokratike t'i kishte ndodhur njërit prej antarëve të kësaj salle këtu. Imagjinoni, ju do të kishit ardhur këtu sot, do të kishit bllokuar foltoren, do të bërtisnit në burg, arrestojeni, është grup i strukturuar kriminal, se vllai dhe motra, ç'pun ka motra, se ç'bën vllai në kuptimin e ligjit, dhe nuk keni për të dëgjuar as sot, as njëherë tjetër një deklarat nga ne këtu, se na doli narkosi i familjes tuaj. Kështu i bie me gjuhën tuaj, me atë gjuhën e turpit, me atë gjuhën që s'ka lidhje me politikën. I shkreti ti, shtoj edhe një në tjetër, edhe e qanat punë, shtoj edhe një në tjetër, po unë po flas për parimet dhe ti vazhdon me të njëjtën. Nuk do bëjmë në asnjë deklarat, zoti kryetari i grupit Partisë Demokratike, as për rastin fjalë, me që narkosin e pasketit brenda shtëpisë tuaj, por për të rikthyer tek tema. Tema është e qartë. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund, sipas frymës së kësaj kushtetute, të pezullohen autoritetet kushtetuese. Kurse si, ndërsa e drejta për hetim penal, për mas sigurie se na e bërë imunitet zotrote, është një drejtë e pakufizuar e pushtetit gjyqësor. E me që ma përmende një mik shumë të vyer të Shqipërisë, si David McAllister. Unë mendoj që ndër gjërat kryesore të atyre që tha David McAllister, kryetar ndër shumë vite i Komisionit Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian, është ajo që ju kërkoj ju, e u tha ju, protestat e dhunshme janë të pa pranueshme në një demokraci funksionale. Thirrja ime përsëris sot është ndaj jush dhe ndaj atij që urdhëron dhe stërvit dhunën, përdorimi i fëmijëve 9-18 vjeç për të goditur me molotov punojësit e policisë shtetit, institucionet e Republikës Shqipërisë, është e papranueshme për një parti e cila është antare e partive popullore europiane.